Mirë, le t'i futemi menjëherë kësaj ideje jashtëzakonisht të fuqishme dhe sinqerisht pak shqetësuese nga Ralph Waldo Emerson. Do të analizojmë një deklaratë të tij që kur e dëgjon për herë të parë, tingëllon ekstreme, por sa më shumë e mendon, aq më thellë të prek. Bëhet fjalë për një paralajmërim psikologjik që ndoshta sot është më i rëndësishëm se kur më parë. Ja ku e kemi. Kjo fjali, kështu, pa paralajmërim, dhe menjëherë të bën të thuash, prit pak, si kështu, sepse kjo bie ndesh me gjithçka që na mësohet. Skepticizmi shpesh lavdërohet si virtyt, apo jo? Na thuhet gjithmonë të dyshojmë, të mendojmë në mënyrë kritike. E po shkenca, gazetaria e mirë, gjykimi i shëndosh, të gjitha varen nga një dozë e shëndetshme skepticizmi. E pra, pikërisht këtu qëndron gjithë fuqia e fjalëve të Emersonit. Ai nuk po na thotë të jemi naiv apo të besojmë gjithçka verbërisht. Jo, ai po identifikon një gjendje shumë specifike të shpirtit, një zakon gryes të dyshimit të vazhdueshëm që gradualisht e zbraz jetën nga çdo lloj kuptimi dhe angazhimi. Dhe kjo analizë do të zbërthej pikërisht këtë tension, për të zbuluar atë paralajmërim të thellë psikologjik. Okej, ja si do ta zbërthejmë këtë ide hap pas hapi. Do të fillojmë me vetë citatin, pastaj do të bëjmë një dallim kyç mes dy llojeve të dyshimit, do të shohim pasojat personale dhe shoqërore dhe në fund fare do të kërkojmë një ekuilibër, një zgjidhje. Pra, le të thellohemi te ky provokim. Duhet ta kemi të qartë. Emerson nuk po sulmon mendimin kritik, as pak. Ai po flet për një gjendje specifike shpirtërore, mendojeni si një lloj ndryshku të brendshëm që gryen vullnetin, kuptimin dhe forcën për të vepruar. Ideja është se një njeri mund të jetë biologjikisht i gjallë, por diçka thelbësore brenda tij ka filluar të vdes, dhe ky është thelbi i vetvrasjes së ngadaltë. Për të kuptuar thelbin e gjithkësaj, është absolutisht thelbësore ta ndajmë skepticizmin në dy lloje shumë të ndryshme. Kjo nuk është thjesht një lojë fjalësh, është një dallim që ndan një mjet të dobishëm intelektual nga një helm i vërtet ekzistencial. Dhe ja ku është dallimi kryesor. Nga njëra anë kemi skepticizmin metodik. Imagjinojeni si bisturinë e kirurgut. Përdoret me kujdes, me qëllim, për të hequr të pavërtetat dhe për të zbuluar të vërtetën. Ai pyet, a është kjo e vërtet? Nga ana tjetër, kemi skepticizmin si botë kuptim. Ky është si një acid universal që shkrin gjithçka pa dallim. Ai nuk kërkon qartësi. Ai shpërbën vetë mundësinë e të jetuarit. Ai pyet, pse ti besosh diçkaje? Dhe përgjigjet, nuk ka arsye. Ja pra, ky lloj i dytë, ky zakon i shpirtit, është ai që Emerson e quan vetvrasje të ngadaltë. Nuk është hezitimi inteligjent, është një mohim kronik i brendshëm që ngadalë shkëput njeriu nga veprimi, nga besimi, nga vetjeta. Sepse le ta pranojmë, jeta njerëzore nuk mund të jetohet vetëm me dyshim. Të jetosh do të thotë të marrësh përsipër angazhime, shpesh pa pasur kurrë siguri të plotë. Mirë, po si shndërrohet ky dyshim në një krizë personale, në një lloj paralize ekzistenciale, kur dyshimi pushon se qëni mjet dhe bëhet burg, pasojat janë vërtet të thella. Le t'i shohim. Ja kompromisi i parë, duke u ruajtur nga frika se mos gabon, përfundon duke mos u angazhuar fare me jetën. Çdo miqësi, çdo martesë, çdo biznes, çdo akt kurajoje kërkon një hap në të panjohurën. Nëse pritet siguria absolute para se të veprohet, e po thjesht nuk veprohet kurrë. Dyshimi bëhet një justifikim për të mos bërë asgjë. Kompromisi i dytë është po aq i rënd, ndoshta edhe më i dhimbshëm. Duke ngritur mure të larta për të mbrojtur nga tradhtia, njeriu mbyll çdo mundësi për lidhje të vërteta. Mendoni për personin e lënduar në dashuri që vendos të mos i besojë më askujt. Po, mbron veten nga plagë të reja, por në këtë proces i mohon vetes çdo mundësi për gëzim dhe shërim. Dhe së fundi, kompromisi i tretë, duke mbrojtur veten nga dështimi, njeriu heq dorë edhe nga mundësia për sukses. Ai skepticizmi ndaj përpjekjes, apse të mundohem, sistemi është i manipuluar gjithsesi, e vret iniciativën që në lindje. E kthen demoralizimin në një filozofi jete, duke i lënë njeriun të gjallë, por pa fuqinë për të vepruar. Wow! Ky citat e kap në mënyrë perfekte. Kur fillon të shohesh përmes gjithçkaje, çdo motivi, çdo ideali, në fillim ndjehesh i zgjuar, por gradualisht bota bëhet gri, e shesht, pa ngjyra. Dyshimi nuk shkatron vetëm iluzionet, por edhe vetë aftësinë për t'u lidhur me botën. Dhe këtu gjërat bëhen pak të frikshme. Kthehet në një rreth vicioz. Një person që nuk beson te mirësia do të sillet me ftohtësi dhe dyshim.
Bota, si përgjigje, do t'ja kthej me të njëjtën monedhë, dhe kjo ftohtësi e konfirmon atë në botkuptimin e tij të zymt. Skepticizmi krijon botën që pretendon se thjesht po e përshkruan. Ai prodhon zbrastin që më pas e tregon si provë. Por kjo nuk është vetëm një tragjedi personale. Kur skepticizmi si botkuptim përhapet, ai dobëson të gjithë strukturën shoqërore. Kalon nga një problem individual në një sëmundje kolektive. Mendojeni pak, shoqëria jonë mbahet në këmbë nga një nivel bazë besimi. Kontratat, institucionet, jeta qytetare, të gjitha këto kërkojnë që ne të besojmë se disa gjëra janë të vërteta dhe se njerëzit do t'i respektojnë. Kur çdo premtim shihet si gënjeshtër dhe çdo ideal si hipokrizi, e gjithë struktura fillon të lëkundet. Dhe kjo na çon në një gjendje lodhjeje kulturore. Jemi bërë ekspert në dekonstruktim, në shkatrim, por kemi harruar si të ndërtojmë. Mund të ekspozojmë çdo tëmet, por nuk mund të jetojmë me asnjë ideal. Rezultati nuk është liria, por një varfëri e madhe kuptimi. Dhe epoka e internetit? Ajo e çon këtë problem në 100%. Jemi vazhdimisht të ekspozuar ndaj mashtrimit, propagandës, hipokrizisë. Në një mjedis të tillë, skepticizmi absolut ndihet si një përgjigje racionale, si një mburoj, por kostoja psikologjike është e madhe. Një jetë organizuar rreth dyshimit për të hershëm është emocionalisht e keq-ushqyer. Mirë, mjaft me zymtësi. Nëse ky lloj skepticizmi është helm, cili është antidoti? Dhe keni kujdes, antidoti nuk është lehtëbesia apo besimi i verbër. Të mos dyshosh kurrë nuk është virtyt, është një ftesë e hapur për t'u mashtruar. Ilaçi është diçka më e vështirë, por shumë e qëndrueshme. Ilaçi është një besim i pjekur, dhe ndryshimi është ky. Besimi naiv nuk është përballur kurrë me dyshimin. Besimi i pjekur, nga ana tjetër, e ka parë pasigurinë drejte në sy dhe prap se prap zgjedh të angazhohet. Ai e di se njerëzit kanë të meta dhe bota është e komplikuar, por refuzon ta kthejë këtë në një mohim total. Mban mjaftueshëm skepticizëm për të shmangur marrëzinë dhe mjaftueshëm besim për të shmangur paralizën. Mendojeni si një ritëm, si një kërcim, ka hapa. Skepticizmi i përket 2 hapave të parë. Vë në dyshim dhe egzamino. Janë absolutisht të nevojshëm, por muzika vazhdon, duhet ja dorëzosh stafetën vendimit dhe angazhimit. Kur dyshimi refuzon të largohet nga skena, e gjithkënga prishet. Mendja fillon të haj veten. Dhe kjo fjali e përmbledh në mënyrë perfekte. Dyshimi duhet të jetë një stacion tranzit, jo destinacioni final. Është një gjë të kalosh përmes dyshimit për të arritur diku më mirë dhe një gjë krejt tjetër të vendosesh aty, ta bësh dyshimin në shtëpinë tënde. Askush nuk mund të ndërtojë një jetë kuptim plot vetëm mbi rënoja. Pra, ja ku është sfida e madhe për të gjithë ne, të ruajmë mendjen kritike, pa vrarë zemrën e gjallë. Të dimë si të dyshojmë, por edhe si dhe kur të besojmë. Mençuria më e lartë nuk është as dyshimi pafund, as besimi i verbër, por një besimi disiplinuar në mes të pasigurisë së pashmangshme. Dhe në fund, gjithçka përmblidhet te kjo pyetje, pyetja që duhet ja bëjmë vetes vazhdimisht. Ky dyshim që po ndjej tani, apo më ndihmon të shoh më qartë, apo thjesht po më zhyt më thellë në errësirë. Dyshimi që heq iluzionin për të na lejuar të shohim realitetin është i shëndetshëm, por dyshimi që zhvesh realitetin derisa mbetet vetëm zbrastia, ai është patologjik. Emerson na kujton se ndërsa duhet jemi të zgjuar, nuk duhet të lejojmë kurrë që zgjuarsia jon të na kushtojë aftësinë për të jetuar plotësisht.